Një bashkëdhetar nga fshati Çajli, i cili jeton dhe vepron në Gjermani, ka dhuruar 1.000 euro për bamirësi në vendindje. Me këto para ishin përgatitur 20 pako ushqimore te marketi Hamburg në fshatin Çajl. Zhvillimin e aksionit e kishte marrë përsipër bamirësi Sinan Elezi, i cili shprehet falënderues ndaj bamirësve, sidomos gjatë këtij muaji të Ramazanit. U falenderoj gjithë bamirësve, donatorëve, këtë muajin e shenjtë të bekuar të Ramazanit në Çajl nuk ndalin ndihmat për nevojtarët. Kjo dhuratë vjen për një donatorit për Minheni që gjendet në Gjermani e për Çajle, ki ka qenë gjithmonë për herë ka dhënë gjithë aktivitetet që ka pas nevojtarët, ki ka qenë një donator i pari. Prandaj vi falenderojmë si ku i bamirës këtë muajin e shenjtë që japin ndihmë për nevojtarët që se ne përballojnë këtë muajin e shenjtë të Ramazanit. Vu falenderojmë shumë, inshallah Zoti va pranov këtë sadaka dhe vu dhash net e bereqet të plot. Elezi u bën thirrje bamirësve që të solidarizohen me nevojtarët dhe të paktën gjatë këtij muaji sofra asnjë besimtari mos mbetet bosh. Vu bëj apel gjithëve, bamirësve, donatorëve, makar këtë muajin e shenjtë të Ramazanit të jetë sa më afër nevojtarëve, nuk se jonë më afër në pajina, më afër ndaj Zotit, të dalim me veprat mira edhe me bushqeshje. Falenderojmë gjithëve dhe juve si medium që jepni këtë kontribut të madh. Elezi dhe marketi Hamburg paralajmëruan se aksionet të ngjashme do të kenë vazhdimisht gjatë Ramazanit.